Mua gjithmonë më ka pëlqyer që t'jem pjesë atij emisioni. Ai është një emision i ngrohtë, modern. Ato brenda bëjnë gjëra të papara. Janë të zgjuara, të bukura, sharmante dhe më rëndësishmja janë të lira. Do ndjeki me shumë ëndje gratë e lira në emisionin e tyre Arom Gruaje. Ami budallaqi se nga trove bërë lëmsh. Të koreografi. Qa për e miro? Mirë mbrëma të nderuar teleshikues, kemi përgatitur një surprizë për të tërë juve. Atëherë, goca gati? 1, 2, 3. Mirë mbrëma! Mirë mbrëma nga unë, pajtimja nga unë. Era. Dhe nga unë. Flutra, mirë se keni. Ardhur këtu në emisionin tonë, thash të gjithën vetë. Në pra shqyqysh të din, njelëm dhe djetë duke bërë terror prova, të pak të një rrue, mëson këto, ma nuk E zotë ma. të mershme, na morën më sysh më duket, nuk bën efekt as këta. Çfarë janë këto, mi varg misra, është bari në qafë se të shkoj. Hiqi muje të hiqi muje se në fulliqe. Qa bërë mire të ndërruar teleshikues se të prezentojmë temën këtu në Arom Hudhra Shkëshu. Wow! Në Arom Gruaje se na bët lëmsh. Wow, tema për ditën e sotme është... Trajtimi i thashethemeve për vipat në media dhe gossip. Kush është ky Josifi? Qa bërë mire? New entry? Ua këzën të dashur dhe sa ke thënë mi? O zote të mërshme sa të trasha që jeni. Po gossip do të thot thashetheme për vipat. Për shembull, mbani mend ju të dyja që u zot për flokësh në lokale dhe ju nxorën gjithë gazetat? Qa bërë mire? Jo, për mendimin tim, gossip do të thotë mban mend kur doli në gazetë dashur jot me një femër tjetër. Qa bërë mire? Gossip të ndërruar teleshikues do të thot kur dyla ras ka si puna këtyre të dyjave, bëjnë gara në për gazeta se kush e ka balkonin më të madh. Okej, tani le që lëm radhën të ftuarës ton, ajo është Zënjusha Sisi. Sisi? Sisi. Sisi? Hajde mi këtu, mi Jemi këtu. E për humbët. Mirë se erdhe zonja Sisi, zotë sa idiote. Jemi këtu, mi. Mirë se erdhe zonja Sisi në emisionin tim këtu në Arom Gruaje. Për të nditi nga unë titi dhe mi mbëma. Atëherë kam një pyetje. Mi mbëma, Mi demra. mbrëma. Këtu pyetjet i bëj unë. Kur të them unë do përgjigjesh more veçmora thuaj. Sigurit. Atëherë zonja Sisi, çfarë do thot për juve gossip? Atere, gossip do të thot të spifës. Të kur të fare, të spifës mbi lajmin. E të tjestë. E çmershme, unë mendoj se kjo është një punë shumë e lodhshme. Në takt të tum e lautëme, në takt. Nuk e tikon të tytja, atë e bëjmë bëjmë vipat mi marrin telefon, më ta mua të piti dhe ma ta bërë mi, ne do vit na bët në i foto në i kësu, se s'kemi dalë fare të fundit. Të mi të mund e marrë në telefon, e diskutojmë bilajmi, dhe pastaj ta bëjmë, bate kam bërë lajmin e hetë në tag. Do me thënë kush e di çfarë do shkruash edhe për neti. Ta do skruaj për ty, ua, po ti më ke marrë vetë një disa to herë në telefon, më ke thënë hajde ti këtu, më ke thënë hajde këtu të jam me një tokun tim për pikase. Dhe kur të pam pataj të fotografia, ishte një buri matuar, tërë. Kush qa tha këta mi kjo është një sekret shumë i madh. Sekret! Ua, do më thënë të ka e vërtet, për derse. Balmi, Ta skroj të të ndirë javës tjetër. Qa bërë mirë? Do të thotë ti pas ke seruar të gazeta sa më djek gjua që unë jam e barë? Ua, po dhe ti më të vetmi. Hajde të më bëjnë një lajmë, se s'kam dalë në gazetë, më ndirë një lajmë skup. Unë me zi po ngell me barë në Shqipëri, o të ngell me barë në Shkup. Qa bërë mirë? Nuk ka gjë, shkruaje për mua këtë skupin. Ta të skroj unë ti demra për E çmershme, do ta lësh të shpifimi. Ua, po ne me të spifje marim rogën, mi budadatje. Me ta e marim rogën e. Pastaj bisedojmë edhe me klientin, dhe në të jetë dakord, unë i them do ta bëjmë, ta bëj të mund. Qa të bësh mi? Ty t'ja na bëjë lëmës, mi thu bësë hotel pësirë, ku e ke mëndjen? Një sekond, se unë kam një pyetje mjaft interesante për juve, zonja Sisi. U dalë, emre? Ja, se kam 3 orë që e kam përgatitur. Sigurisht. Po juve, a ju është të bërë ndonjëherë ndonjë padrejtësi mizore? Të më kësen ta për mua me zorë, unë të hëngër goja mjalti sada.
Sa vulgar. Po të na ka kapur atë njeri me dorë, mi demra, ta ka kapur bët diska ko. Ta të bëjmë, nuk na ka kapur njeri me dorë. Qa bërë mirë? Të nderuar teleshikues, kjo puset vetë, thithet vetë, pastaj nxjerr në gazetë. Ki vetit më ka bëj muaj dathuri. Ja, kjo është Sisi. Qa bërë mirë? Po, mi po, se s'kemi punë qetur ne, të nxjerrim kollovarët e kësaj dhe në emisionin ton. Tytja ta niveli. Kuptove tamam çfarë tha ajo. E dia. O do t'i mat ta nivelit ti ka marrë dhudhun këtu, o do të me ta merem. E para, e dyta, di do këtu t'i gotë. Kollovarët e mi, hynë tek spia kur më ikën muaj dathuri, e respektojnë të dathurin tim, teltir. Hynë tu radhe pa dardh. Më dole aty ku deshet të dilja dhe unë kur dole ti që parë. Atere, kollovarët ty të vinë një nga një këshu me listë veresi, apo të vinë qa bërë mirë të gjithë për njerësh? Ua, të më pëlqeu të e fundit, ti më vinë. Qa bërë mirë? Të nga goja mjalë, po vinë tek e tek, nuk më vinë këto. Pastaj, unë nga meckujt jam me tortuar tum tare ama. Ua, me shumë pare. Unë s'do ta kisha bërë kur. Të ngetare nga truti mi. Të lutem shumë mos po flit me këto gjuhë mua. Po tem të ngetare tare, po temi. Të lutem një sekund, një sekund. Më ta bëni lëmt, të lutem tum, ta bëre mirë të pjegoja pak Qa tajti. bërë mirë, thot, qënë ke fare nga trutët të ka ikur fiqiri për pushime, moj. Pushomi, se këtu po flitet për shumë pare. Ku janë këta me shumë pare, mi aman, ku janë? O, do të na mbytën për derset mi. po. Na mbytën për derset mi, o do t'i mas, ty e keni punën tum pis, gota. Duhet ta mbyllim emisionin e gjendë. Tare, pare, jeni ftofur në tajare, qa bërë e mirë, na luajtët nga fiqirë, natën e mirë, qa bërë e mirë. Natën e mirë! Natën e mirë. Natën e mirë, hajde boj selam,